Në këtë 14 prill, si dhe në çdo ditë të vitit, ne ngrejmë zërin ton, së bashku me Vasfijen, Shyretën, por edhe çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Ngrejmë zërin ton kundër dhunës, ngrejmë zërin ton kundër një prej mjeteve më të lahtarshme që regjimi gjenocidal serb ka përdorur kundër popullit të Kosovës, dhunimin seksual gjatë luftës, por mbi të gjitha ngrejmë zërin ton për drejtësi. Drejtësia ka munguar për gjatë këtyre gati 26 vitesh për të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Drejtësia po mungon akoma, por kjo nuk do të thotë që veprimet tona, që përpjekjet tona do të mungojnë. Ne do të vazhdojmë të i bashkojmë forcat me Vasfijen, me Shyretën, si të deleguara të posaçme të presidencës për dhunën seksuale gjatë luftës, por edhe për drejtësinë tranzicionale. Dhe zëri ynë, ashtu siç është dëgjuar jo vetëm në Kosovë, por në çdo cep të botës, do të vazhdojë të dëgjohet edhe tash e tutje. Zëri i të mbijetuarave dhe e vërteta e Kosovës është dëgjuar nga Kombet e Bashkuara në Parlamentin Evropian, nga Amerika Latine në Afrikë e në çdo kontinent tjetër, sepse është zëri i së vërtetës, sepse është shembulli i grave e burrave që nuk kanë lejuar që dhimbja t'im poshtë, por e kanë shndruar dhimbjen e tyre në shembull të guximit, në shembull të pamposhtjes dhe në shembull të qëndrueshmërisë së popullit të Kosovës. Është qëndrueshmëria e grave si Vasfija, Shyretja, edhe burrave që nga sot kanë dalur të flasin publikisht për atë që kanë përjetuar nga regjimi gjenocidal, që e bën Kosovën një shembull të asaj se si duhet të luftohet për të vërtetën dhe për drejtësinë. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në mënyrë që ajo që kanë përjetuar Vasfija, Shyretja, e mira, gra, e burra, e fëmijë në Kosovë, mos t'i ndodhë më askujt, as këtu e as kudo tjetër në botë. Prandaj edhe 14 prilli është ditë që ne jo vetëm përkujtojmë këtë dhimbje, por mbi të gjitha nderojmë sakrificën dhe nderojmë guximin e këtyre grave, burrave, fëmijëve, të cilët asnjëherë nuk u ndalën në luftën e tyre për drejtësi. Faleminderit Presidente. Kjo ditë 14 prilli për mua ka qenë një ditë shumë e vështirë për vitet e tëra, por që nga sot kjo ditë do të shndrohet në forcë, jo vetëm për mua, por për 20.000 tjera. Unë jam krenare që zëri im i thej heshjet, i thej tabut në shoqërinë tonë, edhe los të gjitha viktimat që të marrin guximin, të kanë vetë besimin, që të flasin për atë që ka ndodhur, që mos ja falin në Serbisë, kur asnjëherë për krimet që ka bërë në Kosovë. Faleminderit. Unë kisha dashur ta përshëndes presidenten dhe ta falenderoj për mbështetjen e saj dhe zërin e saj prej Kosovës në Amerikë. Kjo ditë është shumë e rëndësishme për neve, edhe i ftoj gjithë mbijetuarit të kenë guximin si sot Dani Çepat. Faleminderit. Faleminderit shumë.